Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe ka ndërhyrë në një nga tenderët më të dyshim të ish-ministres Mirela Kumbaro, duke i shtuar edhe 1.6 milion euro të tjera kontratës ekzistuese për ndërtimin e 3 stacioneve turistike përgjatë lumit Vjos. Tenderi në fjalë me objekt qendra multifunksionale në luginën e Vjosës përfshin 3 stacione guidash në Përmet, Tepelen dhe Pishporo të Vlorës. Ai u zhvillua më 3 dhjetor 2024 dhe u fitua nga 2 kompanitë përzgjedhura në pazar me ministren e atëhershme Mirela Kumbaro, me vlerë kontrate 6.9 milion euro me TVSH ose 99.2% të fondit limit. Sipas ekspertëve të pavarur, kosto reale e projektit nuk e kalon 2.3 milion euro, çka do thotë se vlera fillestare ishte trefishuar që në fazën e parë të tenderimit. Por në vend që të nisnin hetimet për abuzimin, ministri i ri Blendi Gonxhe vendosi ta rregulloj pazarin e paraardhëses duke miratuar një shtesë kontrate me justifikimin absurd se kanë dalë vështirësi teknike dhe punime të paparashikuara. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 13 tetor 2025, është njoftuar zyrtarisht ndryshimi i kontratës dhe shtimi i vlerës financiare. Justifikimi zyrtar është një mashtrim i zakonshëm burokratik, mos përputhjet theksuara midis projektit dhe preventivit të punimeve, që përdoret për të legalizuar vjedhjet gjatë zbatimit të kontratave publike. Në fakt, projekti ishte miratuar dhe vlerësuar teknikisht në detaje dhe çdo vështirësi e supozuar duhej të ishte parashikuar para fillimit të punimeve. Kjo e bën shtesën financiare një shkelje të qartë të ligjit për prokurimet publike, pasi ndryshimi i vlerës së kontratës pas nënshkrimit të saj lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe me miratim të Këshillit të Ministrave. Pavarësisht kësaj, Blendi Gonxhe ka dhënë miratimin për ta çuar kontratën në 8.5 milion euro, nga 6.9 milion që ishte më parë, duke e rritur abuzimin e filluar nga Kumbaro në 4.6 milion euro mbi koston faktike. Njëkohësisht, Gonxhe ka zgjatur afatin e punimeve me 3 muaj, për të justifikuar shtesën financiare dhe për të krijuar përshtypjen se projekti ka kërkuar shpenzime shtesë. Në vend që të hetohet për abuzime fondet publike, ministri që vetë ka qenë simboli aferave të korrupsionit në drejtorinë e transportit, sot po përsërit të njëjtin model grabitje në një tjetër sektor strategjik. Pyetja mbetet: a do të ndryhë spaku apo do të hesht si gjithmonë për aferat e ministrave që mbahen në ombrellën e bablokut? Sepse nëse ka një rast të pastër korrupsioni institucional, ai është pikërisht ky: një tender i fryrë, një shtesë e paligjshme dhe një ministër që e mban firmën mbi një vjedhje të re me letra në rregull.